Kompania MEPSA ka ankimuar vendimin e trupit paraprak të arbitrazhit, i cili vendosen në favor të kompanisë Energo Invest nga Sarajeva për projektin e interkonektorit energjetik me Shqipërinë. Nga MEPSA thonë se kanë argumente të forta juridike dhe janë të bindur se procesi arbitrar do të përfundojë në favor të tyre. Gjatë brifingut me gazetarët, drejtori i MEPS-s Burim Latifi tha se kontrata me Energo Investin është ndërprerë në fund të vitit 2024 pas analizave të detajuara dhe ekspertizës forenzike, të cilat kanë konstatuar shkelje serioze në realizimin e projektit. Ai tha se kompania kishte realizuar vetëm 4% të punimeve në terren. Analiza forenzike tregoi qartë se nuk kishte gatishmëri për vazhdimin e ndërtimit të linjës energjetike, mos realizimi i obligimeve kontraktuale dhe largimi nga kantieri krijuan bazë për ndërprerjen e kontratës. Nga MEPSA shtojnë se gjatë procedurës janë konsultuar edhe 2 kompani prestigjioze avokatie nga SBA-ja, të cilat kanë vlerësuar se ekziston bazë e fortë juridike për arbitrazhin. Sipas tyre, edhe nëse do të ishin miratuar mjete shtesë prej 7.7 milion eurosh të kërkuara nga Energo Investi, projekti sërish nuk do të mund të realizohej. Nga atje theksojnë se kontrata ka pasur probleme serioze dhe humbje për shtetin dhe se vendimi për ndërprerjen e saj është marrë mbi bazë profesionale dhe në interes të institucioneve. Për shkak të mos realizimit të kontratës, shteti deri më tani ka humbur rreth 19.8 milion euro, ndërsa sipas vendimit të trupit paraprak të arbitrazhit, MEPSA duhet të paguajë edhe 6 milion euro dëmshpërblim për ndërprerjen e njëanshme të kontratës. Procesi arbitrar mes MEPS-s dhe Energo Investit pritet të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme, ndërsa nga epilogi i këtij rasti do të varet edhe ecuria e mëtuteshme projektit strategjik të interkonektorit energjetik me Shqipërinë.